7 vjet më parë, forcat sërbe kryer masakrën në Mej të Gjakovës, ku vranë 376 persona. Pas rrethimit të zonës u kryen ekzekutime masive, pa kursyer as djemt 15 vjeçar e deri te burrat mbi 60 vjeç, të cilët u grumbulluan dhe më pas u ekzekutuan. Dëshmitarët pohojnë se a dit asnjëri nga të ndaluarit nuk arriti të mbijetoj. Disa nga trupat u gjetën më vonë në varrezat masive në Kosovë, ndërsa për të tjerët ende nuk dihet fati, me dyshime se ndodhen në territorin e Serbisë. Për t'i fshehur gjurmët e krimit, trupat u zhvendosën në varrezat masive në Serbi, si në Batajnic, Rudnic dhe në lokacione të tjera, të cilat mbetën të fshehura në arkivat shtetërore. Masakra e Mejës është dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë, e cila ka synuar shfarosjen e popullit shqiptar. Dhe ne kujdesemi që asnjëherë të mos harrojmë e gjithmonë të përkujtojmë gjakun e derdhur për liri të martirëve dhe dëshmorëve të kombit. Ne edhe sot i bëjmë thirrje institucioneve të drejtësisë që pavonesa ta trajtojnë këtë masakër, që siç e përmenda është një nga masakrat më të rënda gjatë luftës së fundit në Kosovë, por edhe t'i adresojmë përgjithësisht raport me krime të shumta që Serbia i ka bërë në Kosovë. Prokuroria Speciale përmes Departamentit për Krime Lufte ka ngritur akt akuzë për masakrën e Mejës dhe fshatrave të rajonit të Rekës së Keqe në komunën e Gjakovës. Në këtë rast, 53 persona akuzohen për krime të kryera në bashkëkryerje gjatë luftës në Kosovë kundër popullsisë civile. Akt akuza është ngritur në dhjetor të vitit 2023 dhe është plotësuar në prillin e vitit pasues. Në mesin e të akuzuarve për krime në Mej dhe fshatrat e tjera të Gjakovës, janë edhe zyrtar të shërbimit të sigurimit të shtetit të Serbisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, të dyshuar për planifikim dhe zbatimin e operacionit Reka, gjatë të cilit u vranë 370 civil shqiptar. Ata përballen me akuza për vrasje, dhunë fizike e seksuale, tortura, plaçkitje dhe dëbim etnik. Ndër të dyshuarit është edhe Momir Stojanović, i shef i Departamentit për Siguri në Komandën e Korpusit të Prishtinës dhe ish drejtor i Agjencisë Ushtarake të Sigurimit të Serbisë. Aktgjykimi i parë në mungesë u shqiptua në dhjetor të vitit 2024, ndaj Çedomir Aksiqit, i cili u dënua me 15 vjet burgim për krime kundër popullatës civile në shtime gjatë vitit 1999.